Kë e kështë thirrë të parin për një ndihmë financiare? Motrën patjetër. E para në motrë, po. Ta në vend migja e dajtës drejt. Shëndetet një. Si e mirë? Mirë, faleminderit, janë mirë. Mirë, faleminderit. Jemi për emisioni 05, i ndërruam po du me të pyet çfarë mendon a kanë me orë si vjet mërgjimtarët? Po besoj që po, si çdo vjet edhe si vjet. Si do vetë edhe këtë vit? Po, patjetër, po. Rregull, cila është një kërkesë që kështë e posë ndaj tyre? Ka shumë kërkesa ndaj tyre. Shumë kërkesa ndërta, nuk e di valla për momentin, çfarë më thon, po. A ki ndonjë bashkëfamiljar? Po, Është mërgjim. po edhe ata shumë. Ka ne ki? Migjën, dajtë, motrën, po. Motra. Po. Cilit prej tyre për shembull i kështë kërku ndonjë ndihmë financiare? Nëse kështë pas nevojë, pasi që po thotë që i kishë migjën, dajën, motrën, kë e kështë thirrë të parin për një ndihmë financiare? Motrën patjetër. E para në motrë, po. Ta në vend migja e dajtës drejt. Rregull, çka kështë thonë motrës për mes Amirës son? I tham që e du shumë e në mungon edhe inshallah vend sa më shpejt. Rregull, ndrum faleminderit shumë knaci. Faleminderit shumë, ditën e mirë, faleminderit.